Besoj keni dëgjuar për Kristianën, qytetin e lirë danez. Një ish garnizon ushtarak në zemër të kryeqytetit danez në Kopenhagen, sonte një qytet mjaft i famshëm. Një qytet ku popullsia e saj prej 800 banorësh rrit dhe konsumon hashashin e famshëm. Një tjetër paralelizëm po heqim me Kristianën. Ne jemi sot këtu, në zemër të Lazaratit të famshëm, për të cilën kemi dëgjuar aq mite dhe legjenda. Një fshat normal, me shkolla, kopshte, qendra shëndetësore, një komunë në rrethin e Gjirokastës me një popullsi prej 3000 banorësh, shumica të cilëve janë të besimit mysliman Bektashi. Jemi në një ditë fundmaj këtu në Gjirokastër dhe sipas banorëve është periudha kur fillon të mbillet dhe hashashi, por frika, debatet e ashpra të politikës kanë bërë që gjithçka të stopojë. Lazarati është si Kombet e Bashkuara. Këtu në këtë fshat dëgjon lloj-soj dialektesh dhe njerëz që vinë të punojnë nga gjithë rajonet e Shqipërisë. Ky fshat, kaq i frikshëm në thojza, është një fshat krejt normal tek i cilin e u futëm pa më të voglin siklet. Në këtë fshat të cilin politika, media, policia e kanë atemuar aq shumë dhe do të arrijmë në konkluzione vërtet i meriton ky fshat këto lloj atakimesh apo gjithçka është e sajuar. Ne ishim sonde këtu për të parë nga afër se sa armiqësor janë në të vërtet Lazaracit, por gjetëm një klim tjetër të ndryshme miqësore. Ndoshta debatet politike kanë friksuar, ndoshta janë miqësor me median, me gazetarët. Megjithatë u lëm në opinionin tuaj të nderuar teleshikues të Oktapotit për të gjykuar.